Hudhra e sëll ju shpëtoni jetën, jasti ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Hudhra është mjaft e dobishme për organizmin ton. Ndërshekuj me radhë ajo është konsideruar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të trajtonte një sër komplikacionesh, që nga ftohja deri te problemet e imunitetit, ja cilat janë disa nga vetitë e saj shëruese që mund të përfitoni në maksimum. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimet e saj në mjekësinë tradicionale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ka në qenë edhe shpëtuese të jetëve përpara se të zbuloheshin medikamentet të caktuara. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar për alicinën se mund të jetë një përzierje fantastike për mbrojtjen e imunitetit dhe rezistencën ndaj antibiotikëve. Hudhra po ashtu mund t'ju mbrojë kundër një sër problemesh të tjera të imunitetit. Hudhra ndihmon në shëndetin tuaj të zemrës, pasi që relakson enët e gjakut duke siguruar edhe një mbrojtje kundër presionit të lartë. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arterien të pastrohet nga kolesteroli, si dhe ta bëjë gjakun më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur ndaj mpiksjeve. Përdorimet të tilla të hudhrës mund të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra na mbron gjithashtu edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë hudhra kanë më pak probleme, të cilat edhe mund të preken nga shkaktimi i problemeve që sjellin radikalet e lira në organizëm. Hudhra është e mirë për shëndetin për sa kohë konsumohet me kujdes dhe në formën e saj natyrale. Hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë në betejën kundër akneve. Shumë prej kompanive të ndryshme pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën më të shëndetshme dhe gjithashtu edhe më të pastër, por në fund rezultatet do të jenë zhgënjyese. E kombinuar kështu me produktet e duhura, hudhra mund të jetë një shëruese mjaft e mirë e lëkurës, duke mbajtur larg edhe komplikacionet e saj. Hudhra ka veti të mira antioksiduese, që mund të sjellin përfitime të mira për shëndetin tuaj dhe të evitojnë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës, e cila mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve si Listeria, Salmonella, Candida e të tjera. Problemet me shumicën e antibiotikëve është se bakteriet krijojnë rezistencë ndaj tyre. Për hudhrën kjo mund të jetë një përzgjedhje fantastike, sepse fal vetive ushqyese që ajo përmban, mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Hudhra ndikon edhe te mpiksja e gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut e vullnetarët është zvogëluar me 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë gjithashtu edhe shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje të zemrës me 20 deri në 25%. Hudhra është më së shumti efektive kur shtypet dhe ndahet në pjesë, duke u përdorur gjithashtu edhe ashtu siç është. Hudhra, të paktën një thelbi, mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelbi hudhër në ditë mund t'ju ndihmojnë të parandaloni ftohjen. Kur keni probleme me ushqimin dhe ju duhet të prisni 10 minuta pas gatimit të tyre, në mënyrë që përfitimet e hudhrës të jenë më të larmishme në shëndetin tuaj. Hudhra është një bimë që ngjason preshjet ose qepës. Ajo njihet edhe për karakteristikat e saj, për faktin se mund të shtohet në gatime të ndryshme dhe mund të japë gjithashtu përfitime mjaft të mëdha dhe shijen e saj unike. Ndërsa në mjekësinë bimore ajo njihet për përmbajtjen e lartë të alicinës, substanca të cilat luftojnë bakteriet dhe ndihmojnë gjithashtu kundër çrregullimeve që i kanosen organizmit tuaj. Por njihet edhe për vlerat e saj në mjekësinë alternative, që lidhet se mund të ofrojë një mbrojtje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër kolesterolit. Një studim ku bazohemi vuri re se personat që konsumonin hudhra në dietën e tyre kishin nivele më të ulta të kolesterolit total, si dhe ulën nivelin e triglicerideve.
Aftësia e saj lidhet direkt me sasinë e konsumuar. Ekspertët Healthline e cilësojnë hudhrën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në mbrojtjen ditore ushqyese. Ndaj edhe konsumi i saj me kujdes mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe të evitoni kështu komplikacionet që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Personat të cilët konsumojnë 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë ose 300 mg pluhur të saj mund të ndikojnë në ndjeshëm edhe në menaxhimin më të mirë të niveleve të kolesterolit në organizëm, por sigurohuni që vendimin tuaj ta merrni gjithashtu edhe me ekspertin, sidomos nëse merrni medikamente të caktuara, për të evituar kështu edhe ndikimet e saj negative në dëm të shëndetit tuaj. Hudhra është e mirë për organizmin për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura për të evituar kështu komplikacione dhe ndërveprimet e saj në shëndet. Hudhra, sipas ekspertëve të Healthline, është një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i shtoni gatimeve tuaja. Hudhra është një burim shumë natyral i ushqyesve të domosdoshëm që organizmi i njeriut mund t'i përfitojë ndjeshëm. Ajo ndihmon gjithashtu në mbarvajtjen e funksioneve të shëndetit të zemrës. Hudhra do të paksojë gjasat e shfaqjes së infeksioneve dhe inflamacioneve. Përdorimet e saj me kujdes në dietat tuaja ditore mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Nëse shtoni hudhrën në dietën tuaj ditore, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet fantastike. Vlerat të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e gjallë, sepse gatimi do të tjetërsojë të gjithë përbërësit e saj ushqyes. Ndaj përfitimet të mira kjo barishte do t'i ofrojë edhe në konsumin e saj sa më natyral, citojnë ekspertët e Healthline. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpi hudhër në ditë, që të merrni përfitimet e saj të mëdha. Hudhra mund të ketë gjithashtu një ndikim pozitiv në shëndetin tuaj të zemrës. Kjo barishte i bën shumë mirë shëndetit të zemrës. Ajo do të ndihmojë gjithashtu në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Për më tepër, hudhra pakson në riskun e arteriosklerozës dhe ndihmon gjithashtu në funksionin më të mirë të enëve tuaja të gjakut. Nëse keni qeliza të dëmshme, hudhra mund të jetë një përzgjedhje fantastike për dietën tuaj. Përbërës të shumë hudhrave janë edhe alicinat, aljeoni dhe elementë të tjerë të cilët ndihmojnë kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj. Alicina pengon rritjen e qelizave të dëmshme dhe zvogëlon gjithashtu edhe riskun e komplikacioneve të shëndetit të enëve të gjakut. Përbërësit e shumtë të hudhrës mund të mbrojnë në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira. Hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër infeksioneve. Ekspertët e Healthline e cilësojnë hudhrën si një prej përbërësve më të mirë ushqyes që mund ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese, ajo mund të jetë një përzgjedhje fantastike për të nisur ditën. Sipas të dhënave të Healthline, alicina te kjo është përbërësi kryesor për trupin për të larguar gjithashtu bakteria siç janë Salmonella, Escherichia coli dhe Staphylococcus. Ndaj përdorimet të tilla të hudhrës sigurisht që do të jenë një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një antibakterial i fuqishëm saqë arrin të zbrapsë bakteriet kokforta të cilat i rezistojnë kështu edhe antibiotikëve të caktuar. Përdorimet të tilla të hudhrës janë fantastike edhe nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Hudhra është një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur ditën. Ajo mund të shtohet në sallata, në gatime të thjeshta ose në ushqime të shijshme. Përfitimet në fund që do të merrni prej saj do të jenë një nga gjërat më të mira që mund t'i ofroni organizmit dhe të lehtësoni komplikacionet e tyre. Ekspertët e Healthline e cilësojnë hudhrën si një prej elementeve më të mirë ushqyes që mund ta keni për shëndetin tuaj. Hudhra mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut, të mbajë larg këto komplikacione dhe të nxjisë gjithashtu një rezistencë më të madhe të shëndetit tuaj. Sigurohuni që hudhrën ta keni pjesë të dietave tuaja dhe gjithmonë në rekomandimet e duhura mjekësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.